vjen në shprehje ajo që njihet diskrecioni i institucionit të kreut të shtetit, përkatësisht presidentit të vendit, e cila ka fat prej 10 ditësh nga momenti i dështimit të subjektit të parë të dalë në zgjedhje për ta formuar qeverinë. Diskrecioni i saj nënkupton angazhimin e saj proaktiv në drejtim të sigurimit, përkatësisht në drejtim të asaj që a ka ndonjë subjekt ose person brenda spektrit politik që do të mund ta binte presidentin që ka arrit me siguru një shumicë së paku prej 61 deputetësh në mënyrë që e njëjta mi dhën mandatarin, i cili pastaj natyrisht ka afat prej 15 ditësh me themelu qeverinë e re. Natyrisht në kuadër të kësaj nuk përjashtohet as mundësia e rimandatimit të dikë nga subjekti politik fitues përveç zotit Kurti, natyrisht sepse kjo është e pamundur, por edhe subjektet e tjera, me sa kemi pa në kuadër të diskursit publik, një gjë e tillë nuk vlerësohet e përshtatshme për momentin, për faktin se siç thamë subjektet politike e kanë deklaruar edhe publikisht dhe do t'ja konfirmojnë këtë institucionit të presidentes, në mënyrë që pastaj e natyrisht në konsultim edhe me subjektet të tjera politike, para së gjitha është dhënë radhë të parë edhe me mekanizmin i cili është i mandatuar me kushtetutë dhe ligj për me organizuar zgjedhjet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të diskutojë çështjen e mbajtjes përkatësisht shpalljes së zgjedhjeve të reja. Duhet me pas parasysh faktin që ky institucion tashmë është në proces të organizimit të raundit të dytë të zgjedhjeve përkatësisht ballotazhit dhe brenda një periudhe kaq të shkurtë natyrisht që është bukur sfiduese organizimi i zgjedhjeve, prandaj gjitha këto e rëndojnë mos konsiderueshme shto faktin thusi që përmenda edhe mungesën e miratimit të buxhetit, sepse në instancën e fundit për organizimin e zgjedhjeve të paplanifikuara siç rezulton të jenë këto që do të mbahen në javët në vazhdim, natyrisht që duhen buxhet shtesë e gjitha këto besoj që spektri politik duhet mi pas parasysh, prandaj është mirë që me shiku mundësinë që në rrethana përjashtuese, në rrethana të jashtëzakonshme të shikohet mundësia e miratimit paraprak të buxhetit, por për këtë duhet me pas në radhë të parë vullnet të spektrit politik, e cili natyrisht në kuadër të diskursit nuk është që po shihet diçka e tillë në horizont. E qartë, nga ana tjetër Albin Kurti predikon një qeverisje pra pa marrëveshje politike duke ju drejtuar vetëm legitimitetit popullor. Pyetja lind nëse a mund të funksionojë vërtet kjo filozofi avokat, pra një parti, një qeveri në një sistem që është ndërtuar nga ana tjetër mbi bashkëpunimin, apo është kjo e vetmja recetë pra për krizat të përsëritura që po ndodhin tashmë në Kosovë? Koncepti ynë që nga kushtetuta dhe instrumentet e tjera që rregullojnë këtë funksionimin institucional, në thelbe kanë konsensusin, kompromisin dhe marrëveshjet politike. Me shumë gjas, vitit 2021, kur lëvizja vendvendosje arriti të marrë shumicën e nevojshme që vetë përkatësisht me një koalicion para zgjedhjeve dhe me përfaqësuesit e komuniteteve arriti me kriju një shumicë në kuvend. Me shumë gjas kjo mund të rezultojë si një rrethon përjashtuese, për çka natyrisht që bën të domosdoshëm çështjen e bashkëpunimit, çështjen e kompromisit, dhe marrëveshjeve politike të cilat në thelb është ndërtuar dhe funksionon vendi ynë. Prandaj le të shpresojmë që kjo rrethon nga shkurti i këtij viti deri tash le të shërbejë si një sinjal për reflektim edhe të zotit Kurti, por edhe të subjekteve politike se ky është sistemi ynë dhe se 2021 ka vështirë që mund të rezultojë e përsëritur. E qartë, avokat, nëse vendi shkon në zgjedhje të reja, mund të kemi edhe një konfigurim të ri politik, pra forcat opozitare duket që kanë filluar të afrohen në heshtje me qëllimin e përbashkët, pra për të ndaluar Albin Kurtin. Pyetja është nëse mund të linë një koalicion pra anti-Kurti që bashkon sigurisht parti tradicionale rreth idesë së stabilitetit, por edhe kundër modelit të tij përjashtues, dhe nga ana tjetër, nëse kjo do ndodhte, do të pranojë shoqëria kosovare rikthimin e të vjetrës vetëm për t'u larguar nga Albin Kurti. Mbetet të shihet si do të shkojnë rrethonat në vazhdim.
pavarësisht faktit që në diskurs publik nuk është që ka indikacione së paku për ndonjë marrëveshje le të themi koalicioni para zgjedhor, mirë po natyrisht fakti që nuk pati le të thosha vullnet dhe gatishmëri edhe në ndërmjet veçmas subjektit të dytë dhe të tretë për të bashkëpunuar, në bindjen time nuk është që janë pa përgjegjësi edhe ata në raport me situatën e krijuar, por natyrisht përgjegjësia para se gjithë është dhënë radhë të parë i takon subjektit politik fitues, qoftë fituesit relativ të zgjedhjeve, edhe në drejtim të mos thosha menaxhimit të duhur të rezultatit zgjedhor, sepse po flasim për një shumicë relativisht të solide, nuk janë nga 61 sot duhen, nuk janë 48 sa shpak, çdo faktin këtu që një pjesë bukur e madhe, respektivisht 8 deputet të subjekteve politike, përkatësisht përfaqësues të komuniteteve jo shumicë dhe jo serbe, e kanë shpreh gatishmërinë për të qenë pjesë, përkatësisht edhe me kushtetutë e kanë parapame. Prandaj është mirë që para se gjithash kjo të adresohet kjo mungesë e le të thosha përgjegjësisë për me ecë tutje, por natyrisht subjekte politike në bindjen time, siç e thash, me theks veçantë ato që njihen si subjekte opozitare deri para zgjedhjeve aktualisht, vlerësoj që nuk ka ndonjë indikacion së paku publikisht që mund të ketë ndonjë aleancë kështu a priori që mund të rezultojë e përbashkuar vis-a-vis zotit Kurti. E qartë, mirë, avokat, për të kaluar tek pjesa tjetër, ndjekemi insert do rikthehemi. Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës janë bërë sinonimi një dënimi të zgjatur sipas disave pa arsye, ndryshe nga koha kur janë vendosur komuniteti serb ka marrë pjesë në zgjedhjet e sivjetme parlamentare dhe lokale në Kosovë, duke ndryshuar ndjeshëm kushtet që dikur i kanë justifikuar. Besojmë që tani nuk ka asnjë kush që arsyeton masat kundër Kosovës me mbajtjen e zgjedhjeve. Serbët kanë përfaqësues të tyre politik në nivel lokal dhe qendror. Kjo në një farë forme shënon rikthimin e jetës politike normale të komunitetit serb në Kosovë. Ky grup është një nga 12 organizatat e shoqërisë civile që kërkuan javën e kaluar BE-s heqjen e masave ndaj Kosovës, duke argumentuar se rrethanat fillestare nuk vlen më shumë se masat të cilat po dëmtojnë procesin e integrimit evropian, ku bëhet fjalë për grupin për studime juridike dhe politike. Por më tej Radio Europa e Lirë pyet në BE nëse është duke u diskutuar heqja e tyre, por nuk mori përgjigje. Media cituan vetëm konfirmimin e një zëdhënëse së BE-s ku ka pranuar letrën nga shoqëria civile në Kosovë. Këto masa që përfshin ngrirjen e një pjese të fondeve të BE-s dhe pezullimin e takimeve të nivelit të lartë me zyrtar kosovar vendosën në mesin e vitit 2023 pas përshkallëzimit të tensioneve në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe për disa veprime të qeverisë, të cilat BE-ja i përshkroi si pa koordinuar dhe në dëm të komunitetit serb. Mirë, avokata, ka ndonjë arsye reale tashmë për t'i mbajtur ende këto masa apo Bashkimi Evropian nga ana tjetër po mban në fushi një dënim që s'ka më asnjë bazë ligjore, sepse kur vendosën këto sanksione në vitin 2023 arsyeja ishte e qartë. Pra, tensionet në veri dhe veprimet e pakoordinuara të qeverisë të Albin Kurtit. Sot situata disi ka ndryshuar sepse serbët kanë marrë pjesë në zgjedhje, kanë përfaqësues në institucione, por edhe veriu është më i qetë se më parë. Natyrisht masat e kemi thënë që në krye thirrjes se kanë qenë dhe vazhdojnë me qenë të padrejta në raport me Kosovën. Mirë po, sigurisht që edhe një qasje jo mjaftueshëm korrekte mbi gjitha mungesa e koordinimit dhe njoftimit paraprak me aleatet, me partnerët tanë ka rezultuar me vendosjen e këtyre masave. Dhe kjo besoj që duhet me qenë një sinjal jashtëzakonisht i rëndësishëm për qeverinë e ardhshme kurdo dhe me kushdo që e bën atë, që me theks veçantë qasjen me partnerët ndërkombëtar duhet me pas parasysh, sepse ne sonë së fundit jemi në një pozicion në të cilin natyrisht që edhe fushën e sigurisë me theks veçantë e kemi jashtëzakonisht të ndërlidhur dhe të ndërvarur me partnerët, me theks veçantë fushën e sigurisë në pjesën veriore. Prandaj duke qenë se rrethanat në terren kanë ndryshuar esencialisht, natyrisht vazhdimi i qëndrimit të masave është jashtëzakonisht i dëmshëm, përveç se natyrisht i paqëndrueshëm. Mirë po, në zonë të fundit këto janë edhe çështje të byrokracisë së tepruam, do thosha në kuadër të mekanizmave të brenda Bashkimit Evropian, ku vendosja e masave, vendosja e sanksioneve mund të rezultojë më lehtë, ndërsa heqja e tyre natyrisht që ndonjëherë është më tepër sfiduese dhe mund të marrë kohë. Mirë po, unë besoj dhe shpresoj
që me një qasje shumë proaktive në këtë raportin e qeverie të kushdo dhe kurdo që do të bëhet, unë jam optimist që ato do të heqen për faktin se siç e tham, vazhdimi i qëndrimit të tyre nuk është i qëndrueshëm, nuk është i bazuar për faktin se rrethonat në terren kanë ndryshuar. Tashmë kemi pjesëmarrje aktive të subjekteve politike dhe të qytetarëve serbë në zgjedhjet komunale. Besoj kështu do të jetë edhe në zgjedhjet e ardhshme kurdo që mbahen, mirë po natyrisht që duhet të jemi pak a shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm edhe në nivelin qendror në mënyrë që të mos vijmë në situata që të ketë ndonjë rrethon çfarë të qoftë ajo për me justifiku vazhdimin e qëndrimit të këtyre masave nga ana e Bashkimit Evropian. Avokat, a tregojnë këto masa të cilat janë ende në fushi pra se Bashkimi Evropian po e trajton Kosovën me standarde të dyfishta kur pra një vend kandidat që ka respektuar procesin demokratik ndëshkohet dhe nga ana tjetër vendet që shkelin hapur të drejtat e njerëzit marrin edhe fonde pa pengesë në fund të fundit, ku bëhet fjalë këtu për Serbinë. Natyrisht kjo çështje siç e tham është absolutisht e pa pranueshme dhe jo në rregull nga ana e Bashkimit Evropian, i cili, siç e kemi thënë mbase në diskutime edhe me juve, por dhe jo vetëm, në jo pak raste ka luajtur që njihet Shkopi dhe Karrota, dhe në këtë drejtim një përkthjellje në bindjen time ndonjëherë edhe jo reale dhe jo e qëndrueshme në raport me Serbinë dhe Beogradin zyrtar, ka qëndruar dhe vazhdon me shoqëruar çastin e Bashkimit Evropian, pikërisht për faktin që këtë të fundit Serbinë mos me kushtimisht me thonë me jo sa më tepër në raport